Inspektorati Policor i Kosovës ka rekomanduar suspendimin nga detyra të Esra Çollolarit, zyrtares policore të vetplagosur me armë zjarri të enjte. Çollolari u vetplagos me armë zjarri derisa ndodhej në shtëpinë e saj në Prizren. IPK-ja tha se Çollolari dyshohet se është vetplagosur duke e manipuluar në mënyrë të pasigurt armën zyrtare. Pas daljes në vendin e ngjarjes dhe ndërmarrjes së disa veprimeve hetimore, dyshohet se një zyrtare policore, cila ishte jashtë detyrës zyrtare, derisa ishte në shtëpinë e saj, duke manipuluar në mënyrë të pasigurt me armën zyrtare, i shkrep arma dhe plagos veten në këmbë, tha IPK-ja. Pas incidentit, zyrtarja policore është dërguar për trajtim mjekësor në Prizren. Në konsultim me prokurorin themelore në Prizren, ndaj zyrtares policore është iniciuar rast me dyshimin se e njëjta ka kryer veprën penale, shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, kurse rasti do të hetohet në procedurë të rregullt, tha IPK-ja. Inspektorati tha se ka sekuestruar përkohësisht për qëllim të ekzaminimit armën zyrtare të tipit Glock, të cilën e posedonte Çollolari.